Industria e klubeve dhe lokaleve në Prishtinë e kryen atë vetën, e bën organizimin e Bajram Party, se na individualisht nuk po më pëlqen që kjo iniciativë me një foto prej Google ose prej ChatGPT-s me fat festen prej çdo shumë tjera. Tash as mesazhe nuk po dërgojmë, do të thonë. Qaja. Okej, as mesazhe nuk Po po mesazhe nuk e dërgojmë një foto Ma mirë që ashtu mos me uru hiq. Ma mirë mos me uru hiq. Ma mirë, po se i mungon ajo personalja, se të qysh thjesht dosh me qenë pak ma personale, me qenë dhe thjesht nëse dërë mja ururoja që shduhet, jo vica për me thonë hajte. Kjo gjenerata re ka hu pak autenticitetin, se nuk po bojnë diçka për vetës, po veç një kapi që ato me diploma dhe... Na, gjenerata e re. Narcisa, cila është një traditë që të pëlqen edhe një që nuk të pëlqen e jona? Unë jam një person që jam ka gjatë tradicionale, nuk jam ka kjo gjenerata e re hala. Edhe që jam kritikëm pak se ju duk në si nane ty në ka njerë kur dalë, mëse bë këto, mëse bë ato, mëse pi. Po tradita të pëlqenë që jena shumë tafërt, më duket na që jena shumë tafërt me familjarë. Dhe me thonë, familin e kena shumë të ngrët edhe mundohemi me nejtë sa ma gjatë me ta si të kena një kotë lirë. Për ndryshe e kum pa që tradita tjera shumë pak folë me familjarë, shumë pak edhe një vlla me po në rruga, dhe një ka punë të veta, veç qau edhe kalon. E një që nuk të pëlqen, kështu? Nashta këtu dimijat, këtu që i kena abden, dhe sene që i kena tradit në për dasma s'kësha pas që me pas.